Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për një ngjarje që ka bërë shumë bujë, një ngjarje që e ka zanafillën në Durrës dhe u bë tepër mediatike, jo vetëm në mediat vizive, por edhe në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një nënë që braktisi 3 fëmijë, por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje më pas është edhe një reagim në rrjetet sociale të anëtares së kryesisë së Partisë Demokratike Jola Hysaj, e cila foli dhe në një farë formë i doli në mbrojtje zonjës. Ju pse reagua zonja Hysa? Faleminderit shumë një herë që jeni me ne. Shumë faleminderit ju për ftesën. Unë kam zgjedhur të reagoj për jo vetëm për këtë rast, por edhe për raste të cilat janë të padukshëm, pikërisht të këtyre grave. Jo sepse jam feministe, sepse reagimi im në disa këndvështrime është parë në forma të ndryshme. Por duke qenë si një grua e cila në përditshmërinë e vet ka hasur shumë raste të tilla, dhe jo më larg se sa shtatori, fund gushti dhe fillim shtatori i vitit të kaluar, unë kam bërë një reagim tjetër të këtij lloji për ato që quhen heroinat e fshehta dhe të pazëshme. Sepse rastet aktuale në gjithë Shqipërinë janë të shumta, dhe ajo çka ne bëjmë në vend që t'i ndihmojmë pikërisht këtë target group, jo vetëm grash, nënash, është t'i gjykojmë dhe t'i paragjykojmë. Një gjë nuk është e drejtë. Në momentin në cilin në vend që të gjykojmë, të shkojmë t'i filmojmë, të shkojmë t'i nxjerrim bojën në thojza, është më e kollaj që t'i japim një dorë. Unë nuk e gjykoj dot të rastin në fjalë se kush janë rrethanat reale, por ajo që unë kam parë nga përditshmëria dhe duke pasur kontakt të përditshëm pothuajse me këtë lloj target grupi, që fillon që nga më intelektualet, pra ka gra që janë dhe intelektuale dhe kanë kaluar qoftë divorcin, qoftë ndarjen në jetën e tyre. Dhe ndarja dhe divorci në përditshmërinë shqiptare konsiderohet nga ana tjetër një dështim. Ndërkohë që unë mendoj që një marrëdhënie e cila nuk funksionon është më mirë që gjithsekush të vazhdojë rrugtimin e vet. Por kur në mes janë fëmijë, dhe sidomos kur janë 3 fëmijë, situata bëhet më e komplikuar. Ne vejmë në shënjestër pikërisht atë që është gruaja dhe e paragjykojmë atë nga fillimi deri në fund. Në kontekstin e vejmë përpara një tabele qitje dhe shpërthejmë ndaj saj, unë nuk e gjykoj dot jetën askujt. Nuk kam veshur dot këpucët e dikujt tjetër për të arritur të kuptoj se si ka qenë dhe se si është rrugtimi i tij. Në realitetin shqiptar ka një problem shumë të madh. Ne kemi shumë të thjeshtë hekim banjë. Unë e kuptoj që gjendja në cilën janë gjendur fëmijët nuk është gjendja më e mirë e mundshme dhe nuk do doja kurrë në jetë që të tjerë të gjindeshin pikërisht në këto kushte. Por realiteti ka treguar që ka kështu, por ka edhe më keq se sa kaq. Sepse ai që është babai, apo ajo që është nëna nga babai, nëna nga nëna vet, në momentet caktuar, në momentin që ka një ndarje, çfarë ndodh? E braktisin totalisht gruan, e cila është e detyruar të kalojë një traumë pas një traume pas një traume. Dhe ne e shohim në sipërfaqe. E shohim si spektator, të cilët në fund të ditës na pëlqen shumë të komentojnë. Nuk komentohet tot jeta e dikujt pa njohur të vërtetat, rrethanat e realitetet e gjithë secilit. A mendoni se diskursi publik në Shqipëri është më i ashpër ndaj grave se sa ndaj burrave, sidomos në këtë rast? Në këtë rast e ka një gjë. E para një herë mungon ndihma institucionale. Që do thotë, një grua e vetme dhe nuk ka shumë faktikisht në fund të dhjetorit të 2025-s, unë kam shkruar bashkë me një grup të rinj një projekt që i përket pikërisht këtij target grupi. Përse? Sepse kjo gjë ka filluar të jetë masive në Shqipëri. Pra, ndarja është bërë një fenomen i cili në mënyrë direkte apo indirekte, kupton apo nuk kupton nëna dhe babai, ndikon në atë që është e ardhmja e Shqipërisë nesër, për fëmijët që këta kanë sjellë pikërisht me jetë. Dhe shteti duhet të jetë institucioni i cili duhet të ndihmojë rehabilitimin e gruas kryesisht, sepse zakonisht shoqëria shqiptare ka një zakon. Fëmijë, jo vetëm shqiptare, por në mbar botën, fëmia nëse nuk i përket moshës mbi 18 vjeç, zakonisht duhet të jetojë me nënën. Sepse nevoja që ka fëmia për nënën është shumë e madhe, jo se nuk ka nevojë për babain.
sepse për të kërcyer një tango duhen dy. Dhe për të pasur një marrëdhënie të shëndetshme duhen dy. Unë kam parë shumë gra të cilat kanë luftuar ndër vite për ta mbajtur këtë marrëdhënie për hir të fëmijës. Sepse gjunjëzimi që vjen nga shoqëria është shumë i madh. Ti braktisesh. Unë njoh raste, jo më larg se pikërisht nga reagimi që unë kam bërë në fund të shtatorit, pikërisht për këtë zonë, e cila ishte detyruar të lindte universitetin, të kalonte trauma të një pas njëshme, e braktisur nga nëna dhe babai i saj fillimisht, me njëherë pasi është marrë vesh divorci. Nuk pati ndihmë as nga vëllezërit as nga motrat. Imagjinojeni si mund të ketë nga vëllezërit e motrat e ish bashkësortit nga ana tjetër. Kjo e bën situatën më të vështirë. Dhe ne si shoqëri e vendosim në giotinë dhe i tregojmë fundin. Unë e thash dhe vazhdoj ta them. Nuk jam feministe. Për mua, një grua nuk është në gjendje 100% të bëj burrin dhe gruan, por është e detyruar ta bëjë një gjë të tillë. Dhe kush jemi ne që marrim dhe gjykojmë rrethanat dhe kushtet mbi të cilat këta gra janë të detyruar të veshin pikërisht këto këpucë, duke mos marrë parasysh gjendjen e tyre psikologjike. Të trauma që kalon, gjendja shpirtërore vetë nënës për të kaluar një divorc, edhe një njeri i cili ka kushtet maksimale ekonomike, kalon disa trauma psikologjike, nuk është e thjeshtë. Po kur janë lojë dhe fëmijët pas bëhet edhe shumë e vështirë, sepse përveç gjendjes saj, nëna është e detyruar nga ana tjetër të përjetojë dhe të përjetojnë fëmijët e saj. Dhe kur ti nuk ke mundësi të paguash qiran, kur nuk ke mundësi të ushqesh, je i detyruar të bësh ca zgjedhje. Dhe ca zgjedhje që ndoshta nuk janë dëshira e vetë nënës, po janë të imponuara nga rrethana, nga shoqëria, nga kushte ekonomike. Prandaj shteti duhet vi pikërisht në ndihmë të këtyre nënave. Pse nuk ishin më parë pikërisht të institucione që sot gjykojnë nëse nëna është në gjendje ta mbajë kujdestarin apo jo. Kush është ndihma që vetë babai i jep kashi këtyre fëmijëve? Apo i asaj nënës e cila shkon që në vend se të marrë t'i japi një dorë, unë e kuptoj që ndoshta divorcet mund të jenë ndonjëherë dhe të dhunshme. Mund të ketë dhunë psikologjike, dhunë verbale, mund të ketë përndjekje nga ana tjetër, ne nuk i dimë rrethana. Dhe ne çfarë bëjmë, vazhdojmë të nxjerrim këto gratë, ato figurat që janë të përdala, kështu i nominojnë treqëreku, ose nga ana tjetër ta kthejnë në bumerang duke thënë ti reagove pikërisht për këtë lloj targeti sepse vjen vete, unë jam grua në rreth. Dhe si nën fëmijësh e shoh shumë të dhimbshme dhe nuk do doja kurrë që në një të ardhme do fëmia i cili do të përjetojë diçka të tillë, sepse harrojmë që në një shoqëri e cila nuk i jep dorë këtyre fëmijëve sot, do të jetë e detyruar që në përditshmërinë e saj të ketë kategori të ndryshme njerëzish, të cilat janë arritur pikërisht në këto lloj kushtesh. Sa shkallë intelektuale mund të kenë njerëz, mund të ketë nesër pikërisht këtë target grup fëmijësh. Pra, duhet ta shohim më gjerë. Nuk mund të jemi vetëm brenda atij oborrit ton të rahatisë, gjë e cila është kryesisht në shoqërinë shqiptare, dhe të themi, shiko se dem gishtin X-it dhe Y-it, të bëhet më thjesht situata. Unë i bëj një thirrje shoqërisë shqiptare, në cilën i them, në vend që të paragjykoni, mundohuni të gjendemi njëra tjetrës, mundohuni të gjendemi njëri tjetrit, sepse siç e thash, ka edhe gratë të cilat janë shumë intelektuale, që me 2 fëmijë janë përballë pikërisht me divorcin. Dhe në vend të suportit të njerëzve të saj rreth parë, të motrës, të vllajt, të nënës, të babait, është përballur me përjashtimin, sepse konsiderohet dështim divorci në Shqipëri. Dhe ky dështim është i yti. Në momentin që ti je mirë, janë të gjithë shumë mirë me ty. Në momentin që ti përballesh me këtë lloj dështimi, me këtë lloj traume të jetës tënde, ti je i përjashtuar. Ku është shinjë ndarëse mes interesit publik dhe gjykimit moral? Nuk do doja të ishte as interpretim moral dhe as aq më pak gjykim publik. Sepse, siç e thash edhe më parë, giotina është shumë e thjeshtë që të ngrihet. Por secili nga ne duhet veshë fillimisht këpucët e personit që e përjeton gjë.
Thash, unë nuk justifikoj gjendjen në cilën ndodhej shtëpia, nuk justifikoj gjendjen në cilën ndodheshin fëmijët, nuk justifikoj asgjë prej gjëje. Por këta njerëzit të cilët pas kanë pasur kohë t'i bëjnë video, pas kanë pasur kohë të merren me fjalë lart e poshtë në lidhje me gjendjen e kësaj nëne dhe këtyre fëmijëve. Në vend që të bënin këtë, se nuk i jepnin një ndihmë këtij individi. Pra, mund krijohen marrëdhënie shumë të thjeshta, shumë facilituese, që vazhdojnë dhe rrisin pikërisht atë që është marrëdhënia ndërmjet fëmijëve dhe shoqërisë. Ne në gjykimin tim, nga ana publike konsiderohet një grua e cila nuk qenë në gjendje të mbajë burrin. Sepse burri ishte kështu, burri ishte ashtu. Po jo mos e jemi shoqëri maskiliste. Na pëlqen apo nuk na pëlqen? Por mos harroj që dhe ai burri në fund të ditës është rritur nga një nën. Dhe është lindur nga një grua e cila në historikun e saj ka dhe ajo plagët e veta. Dhe nuk mund të gjykoj një grua tjetër pikërisht nga fakti sepse don të arrijë disa objektiva në të dukurit apo në të dalurit më mirë në opinion publik. Nuk është çështje opinioni publik. Kjo është çështje e mirëqenie sociale të shtetit shqiptar. Kjo është çështje në cilën socializimi është një plagë tjetër e shoqërisë, në cilin politikat sociale për sa i përket këtij lloji target grupi. Kush janë ndihmat që jep shteti shqiptar për nënat single? Kush janë politikat që ka shteti shqiptar për këtë target grup? Është e dimshme, nuk ti mund të diskutosh për moralin e kujdo. Po ku e din ti, unë apo kush do tjetër historikun e këtyre njerëzve? Është shumë e thjeshtë ti bësh gjyqin, është ta paragjykosh, ta gjykosh mbi ecurin, sepse është e përdal, sepse nuk diti të mbaj bashkëshortin, sepse nuk diti të mbaj pastërtin. Ndërkohë që këto zonja dhe këto gra kalojnë një traumë psikologjike, në cilat të paktën unë mbaj mend një nga rastet e fundit, e cila depresioni e mbyste, shkonte për të punuar, merrte edhe fëmijën e saj me vete, sepse nuk ishte ku ta linte, dhe në vend që të punonte qante gjatë gjithë kohës. Nuk ishte përqendruar, nuk ishte në gjendje të punonte. Ndërkohë që nuk ishte në gjendje, nëse nuk arrinte dot punonte, nuk paguante dot qiran, nuk mirëmbante dot fëmijën, nuk arrinte dot i plotësonte as kushtet minimale vetes në atë parë. Është e dimshme kjo, është njerëzore. Sepse ne flasim për qindra miliona euro të cilat hidhen në projekte të cilat janë të imazhit publik. Po kujt po intereson imazhi publik në 2026 kur ne kemi probleme të thella sociale? Mos harroni që ai bir, ai djalë, ajo vajzë e cila rritet sot në këto kushte, nesër kush është mesazhi që do t'i japi shoqërisë? A do t'jetë ky i mllefosur? A do t'jetë ky një qytetar i cili do t'japi kontribut në zhvillimin social? Nuk e dim. Ne, gjatë gjithë kohës, paragjykojmë. A na pëlqen të jemi të paragjykuar? Nuk na pëlqen, askujt nuk do t'i pëlqen të diçka e tillë. Qartë, por a mendoni se sipas jush ka dështuar shteti në mbështetjen në këtyre rasteve, këtyre grave që tentojnë, punojnë, lodhen sipas jush, janë të rënduara nga gjendja psikologjike për të ushtruar punë për të mbajtur të vetme familjen, fëmijët pas një fatkeqësie ose pas një martese jo të shëndetshme dhe të mirë? Ajo që unë do të thoja është një gjë dhe vetme. Unë i bëj thirrje shtetit shqiptar që të ngrej një qendër sociale, e cila të jetë e degëzuar pikërisht në gjithë Shqipërinë, pikërisht për rehabilitimin e këtyre nënave, që të kenë mundësi që në fund të ditës, nëse duan të shkollohen, nëse duan të marrin një profesion, pavarësisht kushteve, duhet marrin fillimisht një trajtim psikologjik. Sepse traumat nuk janë të vogla dhe lënë gjurmë si te nëna si te fëmia. Duke i trajtuar fillimisht nga ana psikologjike që të rrimë këmbën, sepse kemi të bëjmë raste depresioni ekstrem, kemi raste, ka edhe raste vetvrasjes që në momente caktuara, po në Durrës ka ndodhur vite më parë.
dhe nuk është marrë absolutisht në këto qendra, bëhet rehabilitimi psikologjik i këtyre nënave. Bëhet mundësia e rehabilitimit për një vend pune. Ne themi nuk ka njerëz që punojnë, po si mund punojnë këto njerëz në gjendje të rënduar psikologjike? Bëhet dhe rehabilitimi i fëmijës, në cilën përveç nënës që merr trajtim psikologjik, merr dhe fëmia trajtimin psikologjik, merr dhe kujdesjen sociale nga ana tjetër. Dhe mund të ketë orë të tëra që fëmia në momentin që nëna punon, mund të qëndrojë në këtë qendër. Mund të ketë ndihmë ekonomike që jipen pikërisht për nënat kryefamiljare. Po ju t'i themi këto vetëm në letra, problemi është që duhet marrim dhe t'i bëjmë fakt. Sepse kjo gjë do të sjellë nga ana tjetër jo vetëm burime të reja, resurse, burime të reja qoftë në profesione të ndryshme, por do sjellë dhe qytetarë më të mirë. Do sjellë njerëz dhe më të përgjegjshëm, të cilët në fund ditës do thonë po, në çastet tona më kritike, shteti u përgjigj për ne dhe ne jemi ata të cilët duhet i japim dorë njëri tjetrit që më këmbim dhe ca tjerë. Nuk është vetëm ky rasti, unë jam e bindur që në 10 vjeçarin e ardhshëm këto raste do vazhdojnë të shtohen dhe do jenë edhe më shumë problematike. Por ka dhe një fenomen tjetër që askush nuk e zë më gojë. Janë ata që sot quhen fëmijët autik, të cilët kanë disa kujdestar, qofshin prindër apo kujdestar të caktuar deri diku nga shteti, të cilët arrin në një farë moshe të caktuar dhe nuk kanë ku të shkojnë, kush do kujdeset për kë. Më kujtohet profesor Tupja, i cili e kishte pikërisht këtë lloj problemi me të birin dhe i vetmi hall që shante është kush do kujdeset për të pasi unë mos jem më. Ne kemi shumë hallesh dhe shumë probleme të tilla sociale, në cilën shteti, në vend që unë vazhdoj ta them, në vend që të ketë parqe virtuale, duhet investojë pikërisht në këto lloj target grupe, në këto lloj nevoja shoqërore. Është bukur të shohësh në fund të ditës në përditshmërinë gjithsesi sheh atë që është interesi familjes së tij. Po gjithë bota ka ecur përpara sepse ecin me interesin komun, me interesin e përbashkët. Me shumë njerëz më thonë pse duhet ta politizosh çdo gjë në Shqipëri dhe jo vetëm rrotullohet rreth politikave sociale të një shteti. Shumë nga shqiptarët kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria pikërisht sepse nuk arrin dot të gjejnë atë shërbimin social apo atë shërbimin komun të përbashkët për të pasur një jetë më të mirë. Dhe unë jam shumë e bindur që ky rast u bë publik duke marrë dhe nxjerrë në pa zotësi në thojza të nënës për t'i dalë për çdo 3 fëmijëve të saj. Ndërkohë që duhet jeni të bindur për diçka. Sado e pa zonja mund të jetë një nën për t'i dhënë maksimumin fëmijës vet. Ky fëmijë është shumë më mirë pranë nënës sepse sesa në disa qendra sociale të cilët ne nuk e dimë se çfarë ndodh me ta. Dhe historia ka treguar, ju keni parë ngjarje të ndryshme në emisione të ndryshme, se çfarë ka ndodhur me këta fëmijë. Ne po i çojmë fëmijët tanë në përçerdhe dhe në përkopshe dhe i gjejmë të dhunuar, siç ishte rasti 3 vjeçares, siç ishte rasti 14 vjeçarit Martin Cani, i cili u vra përpara shkollës. Këto nuk janë çështje vetëm politike, këto janë çështje sociale. Dhe siguria institucionale, siguria sociale vjen duke u kujdesur për atë që është e ardhmja. E ardhmja janë pikërisht ta fëmijë. Askush prej nesh në përditshmërinë e vet nuk jeton vetëm për vete, sidomos kur janë fëmijët. Fokusi kryesor janë fëmijët tanë. Dhe në një shoqëri e cila nuk kujdeset për arsimimin, për mirërritjen, për plotësimin e kushteve minimale të atyre që janë e ardhmja e kombit, nuk mund të arrijnë dot që të ecin përpara. Unë jam gjykuar dhe paragjykohem pikërisht për qëndrime se ndoshta mund dukem shumë feministe në këto lloj qëndrime, po kjo është për te të qenurit feminizëm. Kjo është të shohësh në një vizion larg pamës atë që do të jetë ardhmja e shqiptarëve. A jemi ne gati të mbyllim dyert njëri tjetrit? Po mirë, sot ishte ajo zonja, vjera e cilës e kishte më thjesht në vend që t'i shkonte se t'i jepte një ndihmë këtyre fëmijëve duke qëndruar me ta disa orë, ndoshta duke ndihmuar edhe për pjesën e higjienës.
dëgjoj që të marrë dhe të bëj ca video, njësoj si në mesazhet që unë kam parë në rrjetet sociale që ishin akoma më të tmerrshme, të mësueses apo të komshijes. Po pse më njerëz duhet jemi kaq të vegjël? Ndërkohë që mund t'i japim një dorë njëri tjetrit. Ne e gjykojmë këtë lloj raste. Çfarë bëjmë ne konkretisht për këta njerëz? Kjo është pyetja ime. Ku është babai? Ku është teti? Këta punojësit social që sot vendoskan që nëna ka nevojë për një shkollë prindërimi, jam dakord për shkollën e prindërimit, sepse ka njerëz të cilët nuk janë rritur dhe kthehemi prapë, kanë përjetuar po ndoshta mund të jenë rritur në po të njëjtat kushte që sot rrisin fëmijët e tyre dhe nuk dinë të edukojnë ndryshe. Po pse nuk është bërë më herët? Ka me qindra pse që mua si grua, si nën, po si njëri mbi të gjitha, më bëjnë të mos hesh. Se ky është një rast. E thash, para disa vitesh një nën u vetë vra në kushte të tilla. Pikërisht nga diskriminimi dhe gjykimi, ne jemi shoqëri që kemi kujtesën shumë afatshkurtër. Ne jemi shoqëri që e vëmë tjetrin me shpatulla pas muri, pa ditur të vërtetat reale se çfarë kalon dhe te kalon çdo njeri prej nesh. Mendon që jemi gati ne si shoqëri të kalojmë nga gjykimi tek solidariteti? Unë mendoj se secili prej nesh, përpara se sa ta presim nga tjetri, duhet të fillojë nga vetja. Jemi gati apo nuk jemi gati? Duhet filloj një që ta bëjë ndryshimin. Unë shoh në rrjetet sociale në ditët e fundit kam parë shumë reagime që janë në momente të caktuara edhe nga miqtë e mi, që më thonë, Mojola, po pse ti vazhdon dhe reagon për raste të tilla kur e di që mund të sulmohesh, kur e di që mund të gjykohesh, kur e di unë di shumë gjëra por nuk di asgjë. Çfarë do thotë kjo? Është realitet në përditshmëria, jemi gati. Nuk besoj që i ka munguar shoqërisë shqiptare të qenurit solidare. Historia ka treguar që jemi po ne ata që shumë herët e ndihmonim njëri tjetrin. Ore, na kanë rritur ne gjysh fritan. Po gjysh fritan, unë bajton gjyshen time që rriste 6 nipër e mbesa dhe ishim gjithmonë të qeshur, sepse prindrit e gjithë secilit nga ne ishin punë dhe mundohesh që t'i shërbente gjithë secilit nga ne për të pasur një ndihmë dhe një suport. Ndoshta nuk ishim në kushtet e lodrave maksimale apo arritjeve më të mëdha, por kishim ngrohtësinë dhe dashurinë e njëri tjetrit, kishim motra dhe vëllezër që kujdeseshin për njëri tjetrin. Kur u modernizuam ne kaq shumë sa në vend që të ecim përpara, të modernizohemi, por në një kontekst tjetër pa e humbur njerëzillëkun. Ne e kemi më të thjeshtë ta vrasim tjetrin nga ana e dinjitetit, të harrojmë politikën e dimensionit njerëzor, dhe të quhemi modern, por nuk është modernizim ky. Ky është degradim i shoqërisë. Është më e thjeshtë që të gjykohet, në vend që të jepet një pjatë ngrohtë ushqimi. Është Shqipëria gati? Çdo shqiptar ka sot traumat dhe problematikat e veta. Ka me qindra. Nëse gjithë secili nga ne ka mundësi është i gjendet pranë njëri tjetrit në momente të caktuara, ju siguroj që ne do të kemi një shoqëri dhe më të mirë, më pak agresive. Por se sa duhet ta tregojnë shqiptarët vetë. Fillimisht fillon secili nga ne duhet t'japi shembullin personal. Nuk mendoj që unë si Jol, nëse mund të ndihmoj 5, 10 apo 20, do të më bie reputacioni, apo duhet ta shpall me të madhe se çfarë ndodh në përditshmërinë time sa herë që jap një ndihmë dikujt. Të qenurit empatik ka qenë një nga pikat kyçe të shoqërisë shqiptare. Ne vërtet po shkojmë drejt Europës, po kemi marrë pjesën më jo njerëzore, edhe në Europë ndodh shpesh që të sensibilizohet qoftë komshiu me komshiun, qoftë nëna me birin, qoftë shumë gjëra tjera. Është vetë shoqëria e tillë që të ndihmon të ecësh përpara. Ka politika sociale në cilat këto nëna që nuk janë në gjendje ta përballojnë situatën në momente të caktuara, ti drejtohesh shtetit. Kush është dera dhe kush janë dyert institucionale që duhet trokas
një nën në kushte të tilla. Shërbimi social, që e ka më të thjeshtë ja marr fëmijët dhe këto fëmijë ti përplas nëpër institucione në të cilat nuk e dim se çfarë do të ndodhë në fund fare. Është e vështirë gjithë kjo. Unë mendoj që në vend të gjykojmë, duhet sensibilizohemi dhe të unifikohemi. Gjykohet, jam dakord, një pjesë e këtyre njerëzve gjykojnë nga thojnë, gjykojnë nga imazhi, gjykojnë nga shumë gjëra të tjera. Jemi shoqëri që gjykon fillimisht në sipërfaqe, më shumë se sa në thelb, në përjetimin emocional të gjithë secilit. Ndoshta u zgjata shumë, por ju lutem. Këto lloj temash unë dua ta them fjalën time me patjetër. Ndoshta nuk do t'i shërbej shumë njerëzve, ndoshta mund të gjykohem, ndoshta mund të mos vlej. Por secili nga ne fillimisht mundohet të jap ndihmën minimale kundrejt këtyre njerëzve. Dhe janë të shumt, aktualisht që flasim sidomos në qytetin e Durrësit, ju mund gjeni njerëz nga gjithë Shqipëria që vinë këtu dhe nuk arrin dot minimumi, që të kenë një jetesë dinjitoze minimale. Sepse ajo nëna deklaroi që unë punoj 2 turne për të marrë 300, 400 apo 500.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që 300 apo 400.000 lekë të vjetra i shkojnë qeraja, imagjinoni dritat, imagjinoni ujin, imagjinoni shkollimin e fëmijës, imagjinoni nevojat që ka një fëmijë, se është e kollaj të sjellësh në jetë një fëmijë. Problemi është që të marrësh dhe të ngrish ura komunikimi dhe ura edukimi kundrejt këtyre fëmijëve. Qartë. Zonja Hysaj, faleminderit shumë që ishit me ne. Shumë kënaqësi për këtë bisedë dhe urimi im i vetëm është sa mirë do ishte sikur të ishit avokatja jonë e popullit. Faleminderit. Faleminderit shumë.